Nga 7 komunat më të mëdha në vend, vetëm Ferizaj ka kompletuar përbërjen e qeverisjes komunale. 2 të tjera e kanë nisur këtë procedurë e në 4 nuk është bërë ditur për ndonjë emrim. Me 12 tetor dhe 9 nëntor të vitit të shkuar u mbajtën 2 raundet e zgjedhjeve lokale. Mirëpo qysh atëherë një pjesë e madhe e komunave se kanë kompletuar ekipin qeverisës. Kryetari Ferizajt Agim Aliu, 11 drejtor komunal i ka emëruar me 5 dhjetor, 2 ditë pas seancës inauguruese të asamblesë. Më 5 dhjetor 2025, kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu, ka emëruar drejtorët e drejtorive komunale, ndërsa kryesuesi i kuvendit të komunës është zgjedhur me 3 dhjetor 2025 në seancën inauguruese të kuvendit të komunës dhe kryetarit të komunës. Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj deri tash në Facebook ka njoftuar për emërimin e 5 drejtorëve komunal. Komuna e Mitrovicës së Jugut tek të dielën ka zgjedhur kryesuesin e kuvendit komunal, me që rast ka shmangur shkuarje në zgjedhje për asamble. Kryetari Fatën Peci nuk ka njoftuar për emërime të drejtorëve. Edhe komuna e Gjilanit, kryesuesin e kuvendit e ka zgjedhur me 2026 e për emërime të drejtorëve nuk janë publikuar njoftime. As komuna e Prishtinës nuk e ka kompletuar ekipin qeverisës. E kryetarët e Gjakovës e Pejës nuk kanë njoftuar për emërime në drejtoritë komunale. Këto 2 komuna, e as e Prizrenit, e Mitrovicës së Jugut dhe Gjilanit, nuk janë përgjigjur pyetjeve të kohës lidhur me këtë temë. Ndërkohë kompletimin e kabinetit qeverisës e kanë konfirmuar kryetarë të disa komunave më të vogla. Feredi Drizi i Vushtrisë ka thënë se të hënën ka mbajtur takim njoftues me drejtorët e departamenteve. Po i kemi kompletu gjitha do me thonë organet, kryesuesi e kuvendit komunal u zgjedha ditë që kemi jap letimin antarët e kuvendit, po a ditë u zgjedh ndërka që drejtorët e drejtorive janë emëruar gjithë. Halil Thaçi i Obiliqit ka deklaruar se ka mbetur vetëm një drejtori pa udhëheqës, e të cilin siç ka thënë do ta emërojë së shpejti. Është zgjedhur kryesuesi i kuvendit dhe janë emëruar drejtori. Përveç mbujësia ndase kam emëruar. Në një përgjigje nga komuna e Podujevës, thuhet se kryetari Shpetin Bulliqi ka emëruar 6 nga 11 drejtorët. Në komunën e Malishevës kanë thënë se kryetari Ekrem Kastrati nuk ka zgjedhur ende kabinetin qeverisës. Mirëpo në përgjigje theksohet se kjo nuk paraqet problem, pasi kryetari është i njëjti. Raundi i parë i zgjedhjeve u mbajt me 12 tetor, e i dyti me 9 nëntor.